Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Jeni plot energji dhe dëshirë për të arritur qëllime të reja. Suksesi do të vijë, por duhet të jeni të durueshëm. Dashuria ju pret me pasion. Mos u utoni nga konfuzioni rreth jush. Për të ruajtur harmoninë në shtëpi, shmangni debatet e panevojshme. Demi. Hëna ju jep një nxitje befasuese në punë dhe biznes. Është një kohë e mirë për të nënshkruar dokumente dhe për të krijuar partneritete të reja. Dashuria po bëhet intensive. Dashurojeni sfidat romantike. Një zotim dashurie mund të forcojë lidhjen tuaj. Binjakët. Dashuria mund të vijë nga larg, sidomos për meshkujt e shenjës. Femrat gjejnë udhëzime sensuale në Mars. Gjatë fundjavës, hëna në shenjën tuaj ju ndihmon të shprehni ndjenjat tuaja. Mos e shtyni kontrollet të rëndësishme mjekësore. Gaforia. Mundësi të mira fitimi dhe përmirësime në menaxhimin e pronës. Dashuria ju sjell gëzim, por edhe disa shqetësime. Shpangni pritjen e tepërt të stabilitetit. Afërdita e bën gjithçka më të pasigurt. Marsi sjell një maj xhelozie për të menaxhuar. Luani. Një pikëthese profesionale është afër dhe pranvera do të jetë plot lajme. Hëna favorizon suksesin dhe ambicien. Në dashuri mjafton vetëm një fjalë për të ndezur pasionin. Kujdesuni për dietën tuaj dhe kujdesuni për mëlçin tuaj. Virgjëresha. Trupi juaj është i ndjeshëm ndaj ushqimeve dhe barnave. Keni kujdes për shëndetin tuaj. Hëna favorizon dialogun me gra të rëndësishme në jetën tuaj. Një emocion i fortë do ju pushtoj, por mos e teproni me shqetësimet. Një ngjarje e papritur nuk është fundi i botës. Peshoria. Marsi dhuron një periudhë magjike për dashuri dhe takime të reja. Edhe njerëzit mbi 60 vjeç dhe njerëzit e ndarë mund të përjetojnë emocione të forta. Në punë duhet vendosmëri për të kapur një mundësi unike. Jini më pak të shqetësuar për paratë. Akrepi. Hëna, Jupiteri dhe Urani testojnë marrëdhëniet tuaja më të afërta. Martesa dhe partneritetet duhet të konsiderohen me kujdes. Përballja me pengesat është forca juaj. Do të kapërceni çdo vështirësi. Një kapitull në jetën tuaj mund të mbyllet. Shigjetari. Diçka në mjedis ju bën të ndjeni jo rehat dhe keni të drejtë të keni dyshime. Venusi dhe Neptuni tregojnë një mashtrim ose paqartësi të mundshme. Shmangni vendimet impulsive dhe mendoni me kujdes për bashkëpunimet. Jo gjithçka është ashtu siç duket. Analizojeni me qetësi. Britsjapi. Dashuria e qëndrueshme reziston çdo vështirësie dhe martesat e reja po afrohen. Mërkuri mund të sjellë disa telashe, por asgjë serioze. Jupiteri mbështet ambicet tuaja profesionale dhe ekonomike. Marsi premton një natë plot pasion. Ujori. Hëna në dem ju bën të shpërqendruar dhe të pafokusuar. Ju hidheni nga një ide në tjetrën pa gjetur stabilitet. Misia është pika juaj e fortë. Mos e lini pasdore. Merrni një ditë pushimi për të rikarikuar bateritë tuaja. Peshqit. Keni nevojë për momente vetmie për të reflektuar dhe rigjeneruar. Afërdita ju dhuron një dashuri të ëmbël, sensuale dhe pak të çmendur. Yjet po ju buzëqeshin, lërini veten të përkëdheleni nga ata që ju duan. Një gest misie do t'ju ngrohë zemrën. Horoskopi në Top Albania Radio.